Skandale. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Skandale. Harrova nga të me. Na fali se po imitoni pak Dalinën se nuk na ndahet shpirti nga episodi i kaluar. Dhe nuk na dele keqja që na hoqë rjellëtin. Po nejse, me që jemi tu, unë të saj kurar. Oh, pse? Jo nga që e veshur me rozë të herë, por e solla se po shija episodin që do komentojmë sot pa unualit. Edhe gocat thoshin që çunat shqiptar janë bërë si princesha. E bashkë që ke vërtet me të drejtën. Është që ke vërtet. Po, të shkon e kuror. Më shkon, përlik, kështu që bie bën sens që jemi për princesha. Dhe kjo s'ka bëj me rozën që jemi kombinu sot unë e Juli. Dhe kalojmë te rubrika ime e preferuar. Rubrika e preferuar, ka thënë për çdo rubrikë që kemi të preferuar. Se ky emision është i preferuar im. Dalina mund ta marrë rjellëtin, por s'do marrë kurrë këtë rubrikë. Kemi sfidat. Sfida e parë Jul? Tortilla challenge në rrugë. Ata bëjmë njëri tjetër apo me njerëz? E shohim si na bie. Ke grenz këto. Ti u shmange. Su shmange, ka pa ta. Shmange. O Jol. U shmange, jemi barazim. Au, zëmbje. O zemra, afro. Au. Brit moj, brit. Mos u mbro. Hec. Brit. Ku jam? Do të bëj sufllaqe. Unë mbrojtë, nuk shuhet. Po mbrojtë. Okej, mira, bash. Dhuna ndaj burrave. A se më s'ka përmaru kur kja? Je për pak pis. Po këtë që ka tronë gjithë tu. Në falë. Në falë. Sfida tjetër, jepini komplimente të panjohurve. Jepini. Bëni komplimente të panjohurve. Shqiptarët jam su me komplimente, kështu që shtas në rrafin. O, teta, falë. A u vrave shumë kure nga qielli? O, goca më falë. Mos e ke që bamin terroriste që nge bëm fare. Ti e bërë shumë i bukur sot. Shumë faleminderit. Futojmë që jo. Falë, ku shkon kaq ikonike sot? Nuk që ka da Presi qikonike. pak reagim. Më falë, ku shkoni kaq të mira? Ku shkoni kaq të mira? Ku shkojmë kaq të mira? Pa. Në shtëpia tona. Oh. Ta të njëri që je bërë cop ylli sot? Je bërë cop ylli sot? Kush tha që jam be? Unë. O goca mos e ke që mamin pasi tjere si që në shmam, vel. O gjatë që pas ke super stil, dukesh si 20 vjeç. Po se? Kaq. Si 20 vjeç me kapelën republike. Sfida e radhës. Bëni një piercing. Tani unë mendoj që kam mjaftueshë dhe pak do kthem në një magnet, po ti çfarë do Po, nuk e ka specifiku se ku do e bëjmë piercing. Kërë që si piercing i parë do e nisë mbar. Ama, s'jam ka të bëj piercing. Do vemi. A i gati të bësh piercing më të fuqishëm sot për sot dhe të bësh imo më cool në planet djali? Ku do ma bësh? Ku ke hunda apo këtu ama se më dëmin shumë. Je gati. Nuk jem. Po i vendas. Ja! Hamo e peshës të dëmbi fare. Po pra, s'pëndi i fare, për zotë shumë faleminderit që ke shumë e mirë. Ua, sa më dhem, moj. E ndjeva dhe unë për Dhe si që tha Juli, këtë episod kemi gocat e pamanualit me episodin Çunat janë si princesha. Janë një qikën të ndëri dhe kam ftuar dhe një çunë kësaj radhe. Shohim nëse si do e degenerojnë. Shohim a ishte një princesha apo jo. Nga mali Kam ftuar
filluar të mendoj që kam zë. Shumë e frikshme. Mos e mendo më. Të lutem mos e mendo më kur që ke zë Blerta, please. Na kurse. Po mendoj që në këtë pikë të pa manualit ne kemi nevojë për një kompozitor që të bëjë një këngë për pa manualin se jemi shumë keq. Unë mendoj që kishin nevojë për një psikolog, por dhe kompozitori është aty afër. Ama ju lutem, i kemi pa gocin, mjaftojnë të bëjnë këngë, ata e kanë bërë një, ju lutem qëndrojeni çunave, shani çunat, puçi me Benardin, lere o shpirt këngën, parë se lere atyre që ua ka thënë Zoti, ama. Çfarë këngë do bëjnë këto ama? Çunat që pin kafe. Janë një jo e madhe. Kur ai pi macchiato, ti bëj dalje. Unë e mora shumë seriozisht atë që ju më këshilluat dhe e dini çfarë bëra? Shkova bëra lazer. Shishër? Takoja Blertën? Vrima. Zemra, e ditë, gotë të thonë qyqyra, man, i thire mendje se bëre lazer i më në fond. Në mëngjes u zgjoha me një mendim shumë të fortë. Realisht mendim shumë i fortë. Ushtria duhet të jetë përsëri e detyrueshme për çunat. Mëngjesi o shpita ne nga kamza është çuditshëm për zotin. Është super njerëzit çohen në mëngjes dhe mendojnë për shemb çfarë punë kam sot, laj dhëmbë, Gjesi çohet. Ushtria do të jetë detyrueshme për çunat. Po mirë. Mëngjes dhe ti gjes, çfarë do? Veza po perëni. Për racat e zi të syve zemra ime nuk më bën ndërman asgjë përveç atij. Okej. I ka pak numrin për desë. Aman si në mbërrat të zi shumë keq. Kush është ky? Nëse një ditë më shihni me fytyrën e pastruar dhe pa asnjë rast sysh, shihni punën tuaj. Çfarë ju vjen ndër mend juve kur nëse një çun ju refuzon? E dim Gjesi që nuk ka ndodhur, e dim Megli që nuk ka ndodhur. Aman, është ha debat kjo. Një çun se ka refuzuar? Gjesin, ha debat kjo, mos bëja mendësime koti. Gjëja e parë që do mendoja nëse një çun do më refuzonte, do mendoja që ne nuk po them karakteri se ku ma zbuloj ai karakterin, po si tipa. As është një ta gjë? Karakteri dhe tipi? Një ta gjë? Nuk përputemi si karakter, po si tipa. Një ta gjë është të burnesh. Një mashkull mund të më refuzonte për shkak të Nisim, lista. E para, Balukja. E dyta Kamzalije. E treta, i shanë gjithë. E katërta është 3 metra e gjatë. E pesta, nuk ka aftësi komunikimi. E gjashta mref. E shtata, pa manuali. mendoj që ai thjesht nuk është gati për atë gjë, prandaj refuzon dhe s'pëlqen mua. Absolutisht. Absolutisht. Ai thjesht është gati, ose Gjesi ka ndonjë problem, e kupton. Gjesi çon pikë të mëngjesit e thot, ushtria tjetër detyrueshme për çunat. Njeriu s'ka as një mëngjes normal, kupton? E thot, nuk kam problemi. E ti? Çoj ta i shketi mëngjes Gjesi nuk e lë me pi kafe ëmbë dhe ik. A shpife, ç'është kjo? Kafe gjatë, a shpife? Kush është arsyeja më absurde që ju e keni refuzuar një gocë? Një nga përgjigjet më të shpeshta që ne e presim ishte që çunat i refuzojnë gocat sepse janë të virgjëra. Për ne më refuzojnë dhe mua. S'ka gjë Queen, është okej. Për ne më refuzojnë në shpirt. Nuk e di ka ndryshuar kohët, nuk duan më të vish. Për ne jam single. Unë jam ai që të refuzoj. E qeshura skandal, të jepte ndjesinë sikur po qeshje me një kal. A deri ky është tash. Patjetër. Edhe gur bëhet mor. E refuzova dhe pse e doja, sepse në atë kohë isha djalë shumë problematik, e kjo ishte arsyeja më idiote sepse unë nuk do gjej më kur femër si ajo. Dhe unë e pyeta më pas në komente ku është ajo tani dhe më tha që është e martuar dhe ka një djalë që ka emrin tim. Filloi, ajo i ka vendosur emrin e dashnorit djalit që ka lind. Sa cute. Sa cute. Deksha unë, për zotë që sa romantike kjo. Në pa manuar gjeni këshillat më të mira për çuna. Marton me ato. Vendosja djalit që do bësh me tjetrin, vendosja emrin e dashnorit. Ekziston ka dashuria. Dua të them që raca shqiptare, domethënë, raca maskullore shqiptare është raca më ignorante, pa i futur të gjithë çunat në njëjtin thes, sepse ka dhe çuna shumë të mirë dhe të edukuar. Dhe sa po i futin thes? Absolutisht sa po i fut. Raca shqiptare të gjithë pa përjashtim të shpifur, të neveritshëm. Pa i fut se kanë çuna të mirë. Po gjithë raca shqiptare dhe titulli çunat shqiptar janë princeshe, jo? Të degeneruar. Këtu kuptojmë që ndoshta refuzimi ndonjëherë nuk vjen vetëm nga personi tjetër, pra vjen vetëm nga personi që refuzon, ka diçka brenda tij që nuk shkon. Vazhdon Gjesi anges gjithë. E ke fajin ti që më refuzon, mos unë jam shumë okay. Nuk kam asgjë të keq, nuk të je debil.
jem rregull gjithë kjo? Asnjë gjë të keqe s'kam, e ke fajin ti. E ka bërë këtë veç për tënë, unë nuk jam problemi. Dhe sot, njëri nga ata ka marrë guximin dhe ka ardhur në studio. Tan. Gjesi futi një muzikë kështu anksiose në montazh. Vërtet Gjesi, mos e prit këtë. Gjesi ka plas fare me fut montazhat të muzikën ansioze, as e ka thënë. Gjesi ka pa kamerën, as e kam në melo goza. Ka fut një kështu një. Ka fut siglën dhe sigla, muzika më anksiose në botë. Muzikë tek. Let me know what's the vibe, guys. We want to roast each other or we want to talk? Vibe. Kosti dhe Bjera do të kishin një podcast me njëri tjetrin. Let me know what's the vibe. Like, are you for real right now? Do you speak English so we can understand each other? Like, Gjesi, qa po thoni? Ushtria djetë të dëroshme. A ke patur ti ndonjë account falso që na ke shar në fillimet e pamanualit, se tani e di që na ndjek çdo ditë se na shkruan aty te Instagrami? Asnjë. Kam shkruar në Instagram ime, pse do të më hap Instagram falso? Ju kam shkruar në Instagram imi, çatu me emrin tim, dësal me ju kam shapur ditë me komente. Ore me kem që kam ftuar këtë vetëm sepse është një djalë, kupton? Ça, je djalë, okay, hajde në podcast. As do i figurë publike, as i gjë. Edhe pyetja parë, ç'a mendon për ne, na shah, na keqe? Po ti më shumë nga ne treja, ato goca në gjimnaz. Duket më bukura, me këtë kaloj. Thash Mary Kill shpejt. Ore, shqyr zoti që kemi një çun tani në studio dhe e keni parasysh ato pyetjen që ne gocat bëjmë shpesh herë, ne gocat? Se ke kaq vogël. Shqyr që kemi një çun në podcast sa radhë ta pyesim. Ka centimetra këtu. Kështu duhet duket? Mos kena i smuni. A je impotent? Meshkujt ne dalim. Vrim dhe Jo. Ne dalim, edhe mos kesh i dorë ti, se kemi problema, kupton? Mjafton të kesh puls pa. Mjafton të kesh puls. Jo. Edhe ha debat dhe kjo. Ndoshta edhe s'kan puls. Meshkujt nuk i dihet. Ore si thot, mjafton të kesh puls, jo i thot. Por ju që nuk e dini, unë Danielin e njoh, dhe Danieli ka një agjenci funerare. Okej. Prandaj e thot. Kjo sa po bëmë dip. Jo, thot ajo. Do Gjesi, thot ajo Megli që po pati puls, ky thot jo, punoj agjenci funerare. Kujdes, miq. Ose ndryshon mindsetin ose fillo blej macet që tash. ai hit mace. Nuk do Nuk ketë blej mace, qen. asnjë opsion, jo, nuk do ketë kafshku, do ketë një burr. Gjesi të nxjerr burrin shëtiti. Ty i lëm vetëm i cep aty të bëjmë nevojat. Se është egocentrike, ka gjën për vete. Shu i vesh ato kollaret që bëjnë shok, sa herë Zema, të shkejsh. mos fol fare, as të bëj maci, as të bëj shenjë, s'ka shansë të burr. Do burr! Në njëtë pa burr, mall! O gjithë ka arru me ushi burr. I dhe qik burrit për në grënë shpejt e shpejt. Burri Gjesit me pukin e Kristianës të lujt. O gjithë qaj ka të, jap diva i ka fas për burrit. Kafshë që lëpin. Për Blertën s'flas dot. Kafshën. Kafshën. Mi tha Blertës kafsh? Jo, i tha kafshë që lëpin, thot. E thot Gjesi, kafshët. Do na i burë që e lëpit. Po me i mace, pra mire kaj. Zero në po për të grënë këto. Do që është i vetmi vetmi njeri i gjinis tjetër në këtë podcast që është pak i sakt. Oh! E pse thotë këtë se Bleta ka burr? Dy tjerë s'kan? Ky që ka sekreti? Kjo e bën njeri të sakt Blertën? Ç'është kjo? Ç'është kjo logjik? Dhe para punës do të kisha fare në podcast. Blerta njeriu më i saktë pa manualit? Ha debat. Planifikoj që Gjesi shumë shpejt do t'i hidhet në fyt Danielit. Ja. E do e lëpi. Dhe lëpi Danieli. Jo, se Gjesi ka puls. Pusja si ishte as French kiss që ta çosh idenë. Po dhe ku ishte? Është qësi smuçi, e kupton? Okej, ti ke siklet, unë Intimitet fizik kishit? Ai thot, bëm thjesht një baby kiss, kjo, po mirë, sex but? Ha? Ore me kem që bëjnë sigur se kanë degeneruar që episod intimitet fizik. A u kapët përdore pas aktit? Oh my god, ai thjesht i thot, thjesht një baby kiss nuk bëm, kupta? Seksual. But sex? Pas koha që mendon ti në kokën tënde, që do ishte okay që të të pyes ajo çfarë jemi ne. por më personalisht nuk për meshkujt.
Për ty. Kësë është mashku. Për mu personalisht për meshku, pa për ty, pra për ty. Unë me kem që këto pyetje e bëjmë veç për këtë. Jo sa intereson për meshkuj tjerë, ti që erdhe këtu. Sigur se kam për gjithë. A është frik kur ulesh aty? Fare, no. Varet, po t'isha ulla ndej, do isha më përdhas, nuk e di, varet. Bëshaka. Ka shumë drejtë, për qejo kja. Po t'ishte unë në mes do lidhe e Benardi. Të vini këtu dhe a doni të uleni në mesin ton, duhet të zgjidhni personalitetin tuaj. Pra, po të Karike. shoh, po të shoh këtu në mes për shkak Po të do thësha pushoti e kam. Varet. Pas kanë lekë pa më në alin, kjo që ka vërtej. Kjo puno ka regji. E di ka shumë që Blerta i mbyll gjithë gojë, thot, pushoti do flasun. Rekomandohet me një gotë verë. Ja, unë se pi verën. E po atër natën e mirë, faleminderit që Sa i nuk pi verë është një jo e madhe. Po me Danieli këtu që ka zjerë që po të afroj që të bëj sens të mos dukem keq. Po këtu e nëzirë gjuhën nuk o që me klito të qa kanë. Nëjse kishte pjesa e fundit e pamanualit, në gjithmonë që e pamanualit, është idealisht, po e them këtu podcastin imi preferuar për të komentuar, dhe do pysni vetën ju pse është Juli... Qa është kjo? Pse është Juli si Luka Modric. Sepse, përveç pamanualit këtë episod kemi sporti. Po, pse më shkojmë flokët brune? E që këmë me thënë drejten, e që këmë dhe të bësh sport. Jo. Qëndrojmë të Sporti mi preferuar janë meshkuj. Qëndrojmë të komentimi. Unë vazhdoj qëndroj fakti që sporti ka siglë më të bukur. është super vibe. Do t'ja vjedhim në i pi. Qa këngu du të vendosë të Jaysi ku i ta Blerta vendosi muzika në këose. Ti e pa sporti. Në këtë episod do të kemi një kamër të fshetë për marathon me një personazh Klea Ballia që do ta mbaj lojën si një tifozë e futbollit apo jo. U vdes për futbol. Por marathon nuk e di që vetëm për futboll nuk ka lidhje Klea. Leze besum. Se ka marrë me mend fare. Leze na e shite këtë prankun. S'do e kuptoj fare. Klea ka shumë lidhje me futbollin. Unë sa herë them Klea, ajo futbollistja, sporti, Barcelona, Të vit Bayerni, po kemi edhe Shqipërinë dhe Kosovën në play-off. Ti e ke ndjekur të dyja apo jo? Pa. Më pëlqen shumë kjo. Klea thot po. Këtë më tha Flori me thanë. Flori e shef, e shesh të do, ti si e për këtë punë është mirë. Po, pauzë për reflektim. Presim pak reagim. Broja apo Strakosha? Strakofsha ima. Ka strakosha, ju strakosha. Strakofsha ima. Ç'ne më anglin? Çe mirë të... E mira që më çon tek Anglia është Bellinghami. Kë ka trajner Bayerni? Njërin që është shumë e mirë. Ka ftu Kleani, ka thënë që Klea merr vesh në futboll, e qani ditë gjitha, kupto Klea sa mirë. Kjo komentarja ka çuna bën të bukur. Kjo shumë hot kjo, kështu. Strakofsha, Strakrau i pulës. Me që e korrigjon mampo. Është Strakosha actually. Sigur s'kishe pesor tuta. Po me kombëtare përveç Shqipërinë me këje. Me kombëtaren. Përveç Shqipërisë. Po vetëm një kombëtare kemi. Me skuadrat, shtetet. Në përbot. Po me nej kombëtare që ka çunat e mirë. Kombëtare me Tiranën. Me Barcelonën pra. Me që kthehet Flori të Flor. Am the me Barcelonën në burr. A kam linur programuar ti me Barcelonën. Para se të kalojmë ta mbyllim pjesën e parë, unë do të them urime se ishte një kamerë fshat për ty. A mos ja Lese. E besum. Po kamerë të fsheta ja merr ky Flori Aldi. Ishte kamerë e fshet. Mori Klean si futbolliste, e besoj manta. Me ky që i qëndron lojës, thotë, mos ja fut këtë burr, se besova hiç, se kuptova hiç. Hakmarrja thonë që është një pjatë e cila serviret e ftohtë. Okej, Elsa Lila. Okej, Taylor Swifti, Manto Swifti. Bëka podcast Andale Sport Flori me Elsa Lila në shpirt. Para se fillon emisionin, prova. Abastanza. Prenku ishte i bler. Kam pasur detyrën për të gjetur një tifoz të Partizanit. Më shkoi mendja pikërisht tek Papi. Pse te Papi? Do shihni për pak Papin. Ç'te Papi? Papi çulo. Ne më kishte Kleas, më bash fare saj. Ai të mendu, Papi? Klea, Partizan, Papi. a di pra Papi? Kush është Papi?
Pap Kodra, përshëndetje, faleminderit që na erdhët. Stop. Prezantimi. E ciao. Nuk isha mbylluar asnjëherë. E ciao. Nuk mendoj që të marrësh në prezantimet Virni. Ta kishte thënë emër mbi emër. Edhe mund të kishim kurse ta koment. Ndërkohë nga krahu im unë kisha detyrën të merja një tifoz bardhë blu nga Tirana. Dhe kush ishte më bardhë blu nga dikush që është edhe me Napoli, se blun e kanë në shpirt. Smurfi. Unë zjerë gjune i të dalë blu. Geri Kusi, përshëndetje. Flor. I lumtur që më ftove. Flor, kam ardhur sot. Afro mikrofonet. Më mek se Manthi bëri super prezantim papi Kodrës. Flori 2 lafe tha. Ai, më falë Flor, as më lexoja se pak lëvdatat për mua. Faleminderit Flor, u fute. Me që jemi tek investimet, në fakt investim shumë i rëndësishëm ka bërë dhe LTP Jeans, që më veshi mua ditën e sotme në prag të derbit me të kuqe. A mund të komentoj diçka? Keni një këngë që vazhdon kështu. E bëjmë me pi montazh. O ngjyrën e kuqe, e veshin k***a kur duan muj. Tani, Okej, Manto, dhe je vesh Mirë që është vesh me roz, mirë që... E thot që pa bëdon bip si Manto. Kur veshin të kuqe kur duan mu, nuku. Dhe Manto këtu ka vesh të kuqe. Dhe thjesht e di që Flori e ka menduar që aty, ta them. Flori din që do të thoshte ta vesh me të kuqe. Shishërimi vesh me roz sot me ojush. Dhe lojtarët, ato çka un kam një idhull te Tirana, Devi Muka. pse Devi Unë Muka? me atë lojtar jam rrit dhe atë lojtar kam ndjekur më shumë. Kë pasa Devi Mukën e kemi Gjeciana Muka. Po Flori që ishte kamerën e trëmbët. Unë mendoj që ishte diskutim shumë i bukur. Knaqem shumë. Urojmë që po them le të fitojmë më i mirë. Marri parashikime. O Manto. Do shpirti bizoshiu. Po se ndërpreu i qik Manto, nuk ka ndale sport po se ndërpreu pak Manto, Flori. Nuk ekziston ndale sporti. Po nuk bërtiti i qik, po se ngriti i qik zërin si për Flori. Dhe po nuk qeshi me çdo pyetje. Dhe po nuk i latë ftuarit përgjigjen, dhe ti presin midis. Që Flori si e ka burse, do të sot i madh. Dhe le kare këtë fund. Do ta mbyll fare këtë. Duke i falendëruar çuna gjithë këtu. Ja do të shkojë shumë e bukur derbi, urojmë ditë po ka që bukur edhe në fushë. Si në fushë, si në shkallë të stadiumit. Fair play mbi gjitha. Po çfarë thot për çdo 2 sekondë fundi si fushë si skuadër stadiumit. 3 sekonda e fundit. Po më shkatër fare që e ka mbyll kështu Flori këtë, ata vazhdojnë flasën. Flori babu, andales! S'kam ne amat me Manton dhe me këta përzo. Andales! Andale përshoj. Ore se di pse këta dy të ftuar më kujtuan ata te Eliza Mbote që shkave. Ata të vinjakët. Po asa në gjajnë. Po e ke gjithë fix. Nëse ne vdesim edhe për sportin, kur kemi bërë dhe sportin aq fan, mu më pëlqen, unë kur e shoh sportin për të bërë editimin e skandalës, më pëlqen shumë sporti. Edhe mua është shumë vibe. Është shumë fan. Mos marr vesh në sportin dhe kuptoj. Ju më pëlqen, nëse ne ju am shumë, e tani kalojmë te rubrika e Julit e preferuar. Rubrika ime tjetër e preferuar është Top 5-sha. Dhe jemi në rubrikën time të preferuar të Top 5-shes, edhe çfarë është tjetër gjë ime preferuar këtu në Andale, live streamet e reja. Janë çik buka ata, dhe kanë pas shumë momente fani te live streamet. Por që ne kemi nxjerrur top 5 momentet më fani nga këto live streame që janë bërë deri tani. Po që kemi nxjerrur? U bëra si patose se këta shysha. Episodin tjetër do jenë veç unë që talldesin. Në vend të 5, jam unë. Pse mos ta fut në herë vetë nuk e top 5 që para punës, emisioni im është. Po nëse un kam thënë tek live streami që isha me Patosin, Kosin dhe Meglin, më pyeti Megli një pyetje, cili organ byll sa thashun. Cili është organi që prodhon shumicën e qelizave të kuqe të gjatë? Në vend të 4, më ishte desi pse të mos jem dhe unë. Dhe mua më kishte rënë live streame me Benardin, me Xhasin, me Florin. Edhe asnjëri nuk e kuptoi humorin tim, në vazhdoi aty në psikons. Edhe po i thoshin fjalit aq pa sens, sa që unë po i fusja veç edhe pi vajlaçe. Pse të nga pesa? Pashi kal mes detit. Pastaj u zgjova nga psikoza. Po kali ç'pun ka që shef filma në kinema te Kodra Diellit. Pastaj pi vajlaçet. Po ti thu që nuk ma kuptuan humorin ata, ndërkohë që ke thënë që me Florin do bëja skandalen, po të mos ishte desi, kështu që s'ta pasa kuptuar ai humorin. Po vum pistoletin në kokë dhe na zgjidh një. Në vend të tretë, Ema që shpiku një bim. Vetëm Ema nga gjithë ne mund t'i bëj këto budalliqe. Mirima që është piku, po unë 2 sekonda e para e decova. Qa bime ke gjithë me të? Si di fille. Qa jo mërë?
Çfarë është bërë cilë tillë ja? Dhe jemi në vendin e dytë. Artemisa që quajti oreganon. Frut perim, oregano do të nisi. Sa ke gjetur frutverimin më qafsh? Oregano. Moj të file. Moj psikopate. Dhe vendi Më falni. dhe vendi Kërkoj parë falje. është Ema duke vdek live. Ema këtu do që po më dhem zemra, ju lutem ndihmoni Juli. Shkoni 2000 views që të shihni se do vdesi Ema live. Ne të 3 deri sekondë të fundit kemi menduar që bën shaka, po tashin dhe Keithan arri aty, pas ta e kam seriozisht. Ikëm, pas ta jo jam shumë mirë dhe hyri prap në live. Uam ka kap dhimbja zemrës Ato. keq. Keni një. Çfarë kjo Ema? Uam ka kap keq. Vdes Ema live. Mos vdes pa shku 3000. O mjep një ujë, e kam seriozisht në fotave. Nëse ne shuam shumë këtë episod dhe shkoni na bëni follow tek Skandale by Andale para punës se mos i bëni çik promo emisionit ton. Dhe deri në episodin e radhës nga unë dhe nga Juli. Mua! Puçi puçi! Andale!